gradualisht le të kalojmë tek një tjetër gatim. Çfarë përgatisim tani? Kemi qofte me gjethe nene, me qep të njoma, vendos vaj bimor, lule dielli dhe vaj ulliri, një përzierje të duhur. Kam kosin, që e shtoj direkt, duke e holluar paksa, paksa me ujë, sepse, ja këtu, shumë pak, shumë pak, do të shtoj masën e kripës. Pra, tani po bëjmë brumin e qofteve? Jo, tani do bëj direkt pjesën e salsës, ku do zhytem këto. Pra, kam kosin, kam një thelpi hudhër, kam kripën pa tjetër, martullin e hudhrës, aj sa më lejon, do më thënë, kjo rendja e vogël, largoj pjesën e lëkurës dhe aqë sa më duhet. Do të shtoj lëkurën e një limoni, sikurse edhe pakës vaj. E përziej mirë, derisa kjo mas të bëhet e një trajtshme. Largoj pak tiganin, sepse tigani e ka marrë sa të marrin nxehtësinë. Pa tjetër që do të kaloj në frigorifer që të ftohet. Një kos freskues që edhe kështu më vete, me atë lëkurën e limonit që vjen ajo aroma e mirë, tjetër që hodhëm hudhrën dhe vajin e ullinit, pak krip dhe mund ta konsideroni dhe më vete. Ne s'po e vendosim që tani në frigorifer, se po ja tregojmë tek mielli. Do të shtoj kripën, vezë, ku flasim të vezët, unë dashurin time kam të ke kuqe. Prap të kuqe o Vital? Shtoj 2 koka vezë. Do të shtoj sod, të gjitha, një mas ujë, nuk më duhet ta bëj brumbuke, por pak më të trash se krepat. Sepse do të shtohen më pas bimët aromatike. Duke e ndihmuar me pakës vaj. Dhe te kjo mas brumi, sigurisht do të shtohen gjethet jeshile. E lë pak sa kemi djathë të aktivizohet. Do edhe pak. Do edhe pak që të... Masa e këmë është tamam, prandaj dhe e provova. Duke shtuar edhe pak ujë, normalisht balancoj pak kripën sepse do shtoj djathin e bardhë. Nëse ne kemi bërë të ujshme, po mielin e kemi, ola këtu është, por unë do të shtoj dhe bimët e tjera pastaj prandaj. Kështu që kompensohet. Qepet e njoma, gjë që marrin sikurse, marr të shti. Kalojmë që të qëndrojë duke e trazuar që të mos krijohet ajo cipa. Piperin kokër, pse e shtojmë? E shtojmë që të
aromatizohet kosi. Dhe merrim tani me gjethet e tjera, bim të tjera aromatike nëse duam. Patjetër më duan. Duhet energjiku. Opa, ja këtu e kemi tasin. Sikurse. Edhe ca gjethe mente, jep ata aromën që qëndron gjatë. Baza kryesore e jeshilliqit duhet jetë? Ndaj ka marrë dhe bimët aromatike. Dhe më së shumti në energjiku. Patjetër, energjiku na duhet sepse edhe prandaj ka dhe me gjethe titullohet e tillë. Petulla me energjik në krem kosi, të cilës do t'i shtojmë edhe arra në fund të thërmuara, ndoshta nuk i keni, mund mos ja shtoni, por aromatizojeni. Mund të aromatizojeni në fund fare dhe lëkurën e limonit. Shojmë pak receton e shkruar. Receta e shkruar e petullave tona. Përbërësit e parë janë të brumit, 300 gram miell, 2 vezë, 1 tuf e vogël në energjik, 4-5 bishta qepësh të njoma, krip sipas shijes, vaj për skuqje, 1 kilogram kos dele do ishte ideale, 200-300 ml ujë të ftohtë, 80 gram arra, bukë të thekur, thelpi hudhër, piper mix, vaj ulliri dhe lëkura e grirë e një limoni ose një gjysmë limoni që e shtojmë tek kosi. I trazojmë përbërës, kemi përgatitur fillimisht kosin, ku do t'i zhysim dhe më pas petullat të cilat do t'i skuqim. Do shtoj pakës djath. E kompenson dhe atë shien. Dhe pak duart. Dhe në qik bukë të thekur i kemi shtuar, si pas produkteve që unë lexova në recet. Tani, një përzierje tjetër, mirë është që çdo brum të qëndroj pak më tepër, por për shkak të pamundësisë së kohës, që t'i lëm sa që duhet brumin, të aktivizohet, kosin gjithashtu në frigorifer, këtë gjë ta bëni ju në shtëpi. Unë që t'jem e duhur me kohën time, pa tjetër që e ndihmoj me miell. Ju që e lëni diku të 30 minuta është shumë mirë. Qëndron edhe në pikset. Në pikset, kurse mua nuk ka shanse që në momentin direkt sa e gatuaj të në pikset, por shtoj pak miell, pra kjo është hilja ime, që të ke mundësin të dalin ashtu si duhet. Marë një lugë tjetër, si kurse pra më duhet kjo mas që mos të rëshqas nga luga. E largoj. Ja kemi dhe ujnë këtu që mund të ndihmoj për lugën. Provojmë tani lugë që t'i skuqim. Mund të realizoni në një recet mbrëmje darke pas diteje, me shumë gjethe, brum vez djath, dhe pastaj i vendosni në kos të aromatizuar me lëkura limoni gjithashtu.
pavarësisht se nuk e lam të qëndroj, përsëri është i sepse unë shtova mielin dhe normalisht produkti kryesor është mielli. Nëse keni një miell të mirë, të dur, më sugjeroj Ola. Me blu, jo me blu, me çfarë të dëshironi, ja ku e keni, po me kafe, po me atë të kuqen, po mjafto mos jetë aromatiku me portokall dhe limon, pastaj ju e keni dorën e lirë të zgjidhni çfarë të doni. Vendosim edhe një tjetër dhe i skuqim. Kur të kthehemi nga shkëputja jonë e radhës, e publicitetit, ju tregojmë pastaj rezultatin dhe së bashku edhe në pranin tuaj në ekran do t'i vendosim pastaj tek kosi. Më pas mund t'i freskojmë në frigorifer dhe i shijojmë. Ja. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit për këtë të hënë. Kemi nisur me një tavë me ngjalla, bëjmë një përmbledhje, ndërkohë kemi vazhduar me petullat me nenexhik të zhytura në kost aromatizuar dhe më pas do të gatuajmë edhe një sallatë. Petullat janë këto, shihini pak sa të mira kanë dalë. Dhe duhet të jenë shumë të shishme, nuk i kemi provuar se janë të nxehta, janë skuqur tani. Janë akoma xhixh. I kemi skuqur në zjarr të ngadalë dhe kjo është shumë e rëndësishme që ato të jenë krokante jashtë dhe të buta brenda. Si kam lënë për shembull një herë një krah, e kam kthyer disa herë. Vazhdimisht pra shplodhje të krahëve. Mund të smri edhe Shifën çik nga brenda dhe si është urdhëro rezultati. Ta provojmë një çik, kanë dhe djathin, erëzat, qepët e njoma. Ky është rezultati. Të lumshin duart. Në kohë dojnë akoma dhe më të mira. Ka një aromë të theksuar të nenexhikut. Aq sa duhet. I lë kaq e fik. Nuk i lë në vaj, po do dhe pak fare që ta mbaroj këtë gjë se. E pamundur të rezistosh. Po të doni i gjystin e kosë. Në të kundër, doni të gjysë apo ja? I lëmë kështu. Edhe kështu si që në kosë. Po i lëmë më mirë, atë i lëmë. Po. Se kështu e ka dhe recet. Këtë shpejt ushqime nga hanë? Se këto janë të ngrota, në kohë si është i freskët, ka dhe këtë aromën e lëkurës limonit, edhe është një kombinim shumë i mirë të dyjave.